dashur miq, mirë se erdhët. Mëngjesi na Rita Kon, si çdo ditë tjetër drejt për së drejti në ekranin e News 24. Katerina dhe unë gati për të nisur edhe sot. Mirëmëngjes e dashur, mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa. Ju uroj një ditë bukur dhe ju ftoj këtu tek Ndioni gatimit për të filluar me recetat që ne kemi përzgjedhur për juve sot. Dhe neve kemi filluar faktikisht sot do të bëjmë mish, të cilin siç e shikoni kam filluar dhe e kam kavërdisur nga të gjitha anë, duke shtuar edhe qepë, edhe karotën, dhe me njëherë do filloj këtu që të shtoj edhe këto përbërësit e tjerë, dhe më mbrapa do të themi pasaj edhe ato që neve do të përgatisim sot. Pra hedhim salsën, ashtu si që ju them gjithmonë, një luk salsë. Po me çfarë do ta bëjmë të mishin na? Me lakër brukseli. Por jo vetëm, kemi karot, kemi edhe patate që të lidhen, se e dim që lakra, ja e kam edhe këtu, kam hequr, do me thënë një kup, e kam gati, për t'i hedhur brënda, por këto do t'hidhen në momentin e fundit më para se të bëhet veprim. Kështu që ka vërtiset edhe kjo, unë faktikisht u hedhe edhe pak piper të kuq, të ëmbël pa tjetër, pakën, dhe nuk e di pse bëhet një kombinim shumë i mirë me salsën, me piperin, me pure domate, do me thonë domate të freskët, na bëhen, si thuash, një salsë shumë e mirë, e vërtet. Edhe për ngjyrë, edhe për shije. Tani jashtë, se shikoni, do më thënë, prandaj dhe unë fillova fillimisht, se doja që të më ka vërdisë mishi, të marri këtë ngjyrën e mirë, dhe atëre bëhet më i mirë dhe më i shishëm. Atëre hedhim edhe domaten, e lëm pak tani që domatja të filloj të lidhet. Ndërkohë këtu kam vendosur një tenxhere me ujë të ngrohtë, që do të na duhet për të hedhur brenda. Gjithashtu, thamë, do të kemi një patate, do të kemi një luk mikserzash, ose nëse doni ta lëni kështu pa shije, do me thënë, dhe të shtoni vetëm kri piper, gjethe dafine, madje unë do të hedhë edhe një fet ginger që mund ta gjeni edhe kështu, do me thënë, në trajt pluhuri, që i bëjmë dhe në për sallatra të ndryshme, por edhe në gatime të ndryshme mund ta përdorim, ose njërën, ose tjetër. Gjethen e dafinës po hedhë që tani në momentin e parë, e lëm pak, me që se jemi, po, unë do ja tregoja pak këtë paketimin që është dhe... Po, mund të thuash, Anila. Janë të ngrira, si një pjesë e mirë e perimeve që gjeni në dyqanet në Ranci, të cilat vinë në formën e ngrirë të tyre, dhe janë super cilësore që është e vërteta, ajo që kemi mësuar nga nutricionistët dhe nga këshilluesit e shëndetit shumë shpesh edhe në studion e Vila 24. Perimet e ngrira, përveç se kalojnë një proces shumë delikat dhe të sigurt, ndër të tjera janë të kultivuara në sezonin e tyre. Pra ajo që na thuhet gjithmonë që të konsumojmë produktet që janë të stinës, në rastin e zarzavateve të ngrira, edhe të frutave, sepse kemi fruta pylli, fruta të tjera të cilat rezistojnë të ngrira fare mirë dhe ruajnë të gjitha vlerat e tyre ushqyese. Ne kemi zgjedhur sot për të përgatitur lakrën e Brukselit, po ndërkohë në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranci, pikërisht në frigoriferet aty ku ruhen edhe qeskat e produkteve të ngrira, i gjeni të gjitha llojet e perimeve, që nga spinaqi, bizele, karota, brokoli, lulelakër, mix zarzavatesh, të cilat mund t'i përdorni për supra apo për gjellëra të ndryshme, dhe është përveç se një lehtësim, aq edhe një shtesë e sigurisë në mënyrën se si ne konsumojmë, gatuajmë edhe ushqehemi. Dhe e nisa me produktet e ngrira, por ju e dini që tek në Ranci gjeni gjithçka, që nga ai kripa dhe vaji dhe piperi që janë pjesë e çdo recete, e gjithçka tjetër, erëzat pa diskutim që kanë një ambient më vete të dedikuar, ku gjeni çdo erëz të mundshme, por natyrisht që përveç erëzave, vajit të ullirit që vjen në variante të ndryshme, orizin që e duam ka i shumë edhe e përdorim shpesh, gjalpin e freskët, ku diun gjithçka, në Ranci nuk ka diçka që nuk e gjeni, ndër të tjera markat ndërkombëtare ekskluzive vetëm tek në Ranci. Atë thoja dhe unë, Anila, për pjesën e, ju të, do me thënë, të lakrës Brukseli, por të gjitha perimeve, faktikisht është ajo që tha Anila, që këto kultivohen dhe, do me thënë, konservohen në një farë mënyrë, mund t'i themi, sepse kështu bëhen dhe kalojnë në të ngrira, në kohën e duhur, me thënë në stinën e duhur, atyre ku është, prandaj janë edhe më të garantuara dhe kanë ruajnë ato vlerat dhe cilësinë e tyre. Tani, përveç se kësaj, unë këtu tani kam vendosur mishin, edhe domatja tani është bërë gati, do të shtoj ujë, që ujën do ta hedh në mas të mishit, dhe kjo tani bëhet për arsye se nëse mishi ka nevojë që të zihet, se e dim që lakra Brukselit të zihet shumë shpejt,
Kështu që neve vendosim fillimisht jo me shumë lëngje, atë që them gjithmonë, me pak lëngje në masë ato lëngjet, ujin që do të përdorim, do të ambulim me kapak dhe do ullim temperaturën, ta bëjmë në temperaturë të ullët në mesatare. Do ta lëm për rreth gjysmë ore, varet thash nga racionet e mishit edhe nga lloji i mishit, se mosha e mishit mund të themi vit i vogël ose mish, domethënë që kanë kohën e zierjes po dhe në kohën e gatimit. Është shumë të rëndësishme, tani këtë e fikim fare, këtë e tani lëm në temperaturë të ulët produkte sa të kripura ishte ëmbla, shoh pesë foliat, shoh fik të thatë, shoh arra dhe panxhar. Më thuaj çfarë do na ndërtosh? Neve këtu, shiko sa thjesht, mund të përgatisim një byrek shumë të shpejtë, që do të thotë me një pak opetas foliat, që edhe këto janë shumë cilësore, dhe në një paketim kemi 2 petë, do me thënë që është enkas për një byrek për një tavë të madhe. Mund të bëjmë, unë mendova që këtë radhë, do me thënë të asjel pak si ma ndryshe këtë lloj byreku, të bëjmë me mix djathrash, që të kemi djathë, është ai djathi picës, ai djathi i fortë që themi që ka të shijen e mirë, pra një mix djathrash që mund t'i gjeni juve edhe në supermarketet të ndryshme që i tregtojnë kështu edhe si mix, kur janë ato mbetjet nga të gjitha llojet e djathrave. Edhe ajo është situash më e mira, sepse ka shije të ndryshme djathi. Gjithashtu do të kemi këtu edhe djath të shkrir dhe fiq. Faktikisht do të bëj, gjysmën do të bëj me vetëm, gjysmën e tavës vetëm me djathra, gjysmën do të bëj me djath dhe me fiq. Me krem djathi dhe me fiq, dhe me thënë të bëhet me krem djathi, të dyja, po, e ëmbël. Shkon shumë djathi shkon shumë me fiq të thatë. Edhe bëhet një shije shumë e mirë. Tani unë do të marrë që të bëj një përzierje të tyre, do shkrije edhe pak gjalp. Në këtë madhësi, e sigur që për festa do t'ju duhet. Pra mos merrni ato paketimet e vogla që të blini shumë, sepse me këtë i keni kryer të gjitha gatimet e festave, si të kripura ashtu edhe të ëmblat, dhe djathi i shkrirë që është e vërteta na duhet në përgatitjen e recetave festive, që tek përgatitja e salcave, që do t'jenë ato mesoret shoqëruese të perimeve, të mishit e tjerë, në përgatitjen e byreçkave pse jo festive, në ëmbëlsirat ku kremi i djathit me panën e ëmbël, shkartisen shumë njerëz së bashku dhe mund të kthejmë një ëmbëlsirë në kohë të shpejtë. Sigurisht pastaj edhe në risotto e kemi përdorur, në salcat e makaronave, pra le të themi një luk krem djathi gjen hapësirë kudo kat. Dhe ne sot do ta përdorim pikërisht në makarona, në salca të ndryshme, në byreqe të ndryshme. Kudo. Shka, të marrim një luk, mos ta çojmë dëm këtë pjesën që ka mbetur këtu. Patjetër. Dhe bëjmë gati të shohim recetat përbërësit në ekran të shkruar. I lexojmë pak. Mish viçi me lakër brukseli është receta e parë e cila ka nisur gatimin me kavardisjen e mishit, domate, salcës, piperit, gjethandafinës, erëzave pra. Përbërësit e gjithë janë këto: 500 gram mish, një qep pesatare, një presh, pjesa e bardhë pra e preshit, një filxhan çaj domate pure të grirë, pra një kokër domate të freskët, një lug kafe piper të kuq, një patate, një karot, 400 gram lakër brukseli. Na duhet një fep ginger, një gjethe dafina, vaj krip edhe piper. E ndërkohë, receta tjetër që ne do të nisim tani përgatitjen është byrek me pec foliat, djath dhe fiq të thatë. Përbërësit e kësaj recete janë një pako pec foliat, 150 gram djath të shkrirë, 250 gram djath kaçkavall, 15 fiq të thatë dhe 50 gram gjalp. Salcë panxhari do tjetë receta e fundit që do të sjellim sot, tipik panxhari i festave, jo vetëm nga ngjyra, por edhe nga shija që kombinohet fare mirë, si në sallatrat e ëmbla me pak kryshtë të thatë apo me arra, ashtu edhe në shoqërimin e recetave të kripura. Përbërësi 300 gram djath të shkrirë ose kosi kulluar, pra siç që thash, djathi i shkrirë do të na duhet këto ditë, 2 panxhar, 100 gram arra, një tuf kopër, vaj ulliri, krip edhe piper. Edhe kjo është një recet për të mbajtur shënime, për të shijuar. Panxharin nëse ju e keni bezdile të themi ta gatuani, ta zieni apo ta qëroni, me qënë se na bën ato duart me ngjyrë, tek ne ranci, si gjithçka tjetër e gjetin në këtë formatin kështu. Është shumë i mirë. Është shumë i mirë. Ka dhe shijen, po.
është thjesht për ta marrë dhe për ta vendosur në pjatë. Edhe e kemi gati. Pak vaj ulliri, ndonjë majdanoz, ndonjë hudhë të soptuar. Shkon shumë edhe me djatin e bardhë, me arra. Po, shkon vërtet. Ka kombinime të ndryshme. Ta lë këtë lugën të djathi se thjesht këtë hoqa. Shumë mirë, ato të djathi sepse më duhet që të marrë djathin këtu unë tani. Gjalpi po digjet, dhe më thë po shkrinaj sa duhet. Në rregull, heqi. Se do shkri pjesa tjetër edhe në tigan. Edhe dua dhe pak të muret edhe temperatura, kështu që e mbajmë këtu. E mbajmë këtu. Edhe aromë kaj të me shiko. Të njëjtë në gjitha manira. Që bureti këtu ka ti, të saptove këto? Po. Ta në shiko që du. Ishte thanë. Po, fitë ka ti bërë në kubik të vegjel. Sepse duhet që ti kemi brënda ato. Qatë mirë janë? Me këtë djathin, do të bëjmë edhe djath me hudhër bëhet shumë i mirë, me vaj me hudhër. Me kopër të kryerimët. Që do bëjmë neve sot. Me kopër e kemi këtë pa. Ja, është mjaftueshëm, nuk hedhim më tepër. Do të hedhim edhe djathin kaçkavall. Djathin kaçkavall. Tani një pjesë, unë do të bëj me djath kaçkavall edhe ta heqim një rëlluse të dyja së të ndihmojnë. Dhe një pjesë me djath të shpirir dhe rush. Po, me fiq. Me fiq, rush. Po rushin ku e gjeta? Po s'ka gjë. Edhe figurat të shjeka. A, ma vetëm ideja që janë frutat të thata. Bëhet shumë i mirë. Bajta pak djath se dua që t'ja hedhe edhe si për në pjesën, do me thënë gjysmën e saj. Njërën do t'a bëj me këto dy shije. Me djath të verdh, djath të shkrir edhe me fiq. Tani marim, presim edhe. Këto petet e sfoliatit janë më të mira që mund të keni provuar ndonjëherë. Janë shumë të mira. Shumë të mira janë. Edhe është ajo që thash që kemi 2 petë. Edhe të ndara nga njëra tjetra, nuk ka nevojë. Që mund ta përdorim vetëm një. Po, dhe tjetrën e vendosni në frigorifer e ruani prapë. Të duhet një çik vend ka aty se. Apo do e vësh direkt në heqim këto, vendosim andej edhe të mbajmë këtu që të kemi këtë sheshpamit, ta heqim edhe mbajmë si s'na duhet për sallatën. Edhe pse peta sfoliat e dim që ka yndyrë, po shiko tani pak gjalp për t'i dhënë çik më tepër lezet. E do pak një spërkatje do lehtë sa për të shtuar shijen. Nuk e dim që janë me yndyrë dhe këto, por dimër është tani, ftohtë është atë që them gjithmonë që kemi nevojë për pak yndyrë. Ashtu ta vendosim këtë. Edhe direkt, edhe shiko të paketuara në një traj të tillë me një letër goxha, që këtë letër neve mund ta palosim edhe ta përdorim për ndonjë paketim për vendosur në frigorifer, kështu që janë ca gjëra që s'ka nevojë që edhe t'i hedhim. Riciklime, po patjetër, riciklimet janë të nevojshme. Ne e dim shumë mirë se siç thuhet në shtëpinë e çdo shqiptari ka një qese me qese brenda. Po. Gati. Që i ruajmë për mbeturina, për paketime. Po për çdo gjë. Po. Tani e hapim. Bëj shumë i mirë, shumë i shishëm, një byrek i shpejt. Që me 3 gjëra bën, si të thuash, ata hedhim të gjithin edhe e hapim pastaj. Ja, kështu. Po, më se po rikëtej, bëllë ke je ngushti aty. Është mirë që ta hapim në mënyrë të njëtrajshme. Byrek i thjesht, i shpejt, dhe shumë i shishëm, dhe shumë i kënaqshëm, sidomos për fëmijët. Për fëmijën, po. Po pëlqen jashtëzakonisht. Shumë mirë duket. Edhe besoj edhe pjekjen e do në kohë më të shkurtër, apo jo? Po, 25 minuta do në 200 gradë, 25-30 minuta e shikojmë. Kjo është një çik shumë, sepse duhet hapur në mënyrë të njëtrajshme. Këtej nuk ka nevojë të bëjmë gjë? Jo, atje tani do ta lëmë që të qëndrojë, domethënë që mishi, po është në rregull. Më mbrapa do shtojmë patate, se dua patate të na ziejnë pak më tepër se sa ajo lakra. Lakra nuk do shumë kohë që të gatuhet më shpejt, okay. Se e heqim pastaj. Do t'i hedh pak, sepse ky gjalpi e shijon.
do t'i hedhim ky djathi, që ndronë, me thënë, më mirë tani kështu. Do të hedhim edhe fiqet, dhe thash që do t'a bëj gjysmën me fiq, gjysmën do t'a lë pa fiq. Dhe këto janë preferenca pastaj në familje. Janë ata që e duan me fiq, janë ata që nuk e duan. Kështu që në një tavë kemi dy shije, gjë që nuk dëmton. Zgjidhje e mençur kjo. Dhe mundet që të bëjnë dhe atë testimin, sepse me djatra sigurisht që të gjithve na pëlqen. Por kur ta bëjnë kështu me fiq, të shikojnë, e provojnë dhe do thonë që wow, që ka mirë dhe me fiq. Që ka mirë dhe me fiq, ta shijojmë edhe me fiq. Jedhim pak djatë që të ndihmoj pjesën e fiqve. Nuk është se është ndonjë djathë kush e di, sepse kjo s'është për një 2 persona 4, sa mund të konsumojmë këtë. Megjithatë djathi i grirë të gënjen syrin, duke sikur bosa kemi hedhur. Një thopë e vogël po të grihet mbush tasin. Tani vendosim edhe petën tjetër. E pusitim mirë këtu. Përsëri këtë do t'a kalojmë me gjalp. Do bëjmë pak fushë që të vejë gjalpi gjithandej. Në furr tani, e kemi të ndezur, patjetër. Jo, do t'a presim, Anila. Do t'a presim që mos të... A dje mendova unë, Anil, t'a bëj me këtë. Po, ajo është mirë për të prerë. Si t'a bëjmë në pjesë, dale prit njerë. Se dhe të vogla s'do ky. Të bollshme. Po. Sa dolën? 8. Mirë jemi për 8, nuk është... 1, 2, 3, 4... Në ngelet një mangë, ku s'ka gjë. Se ka... Ka vënda të me dashme nda prapë, si do që tjerë. I bëjmë këto, se dim që... I pjekim kështu ne, pastaj të pjekura po na undeshën i dajmë dhe njerë në mes. Nuk i bëjmë deri në fundë, e kupton, për të ajrosur petën. Në vënd që ta shpojmë me pirun, i bëjmë kështu që i jep edhe një farë, si tu është, zbukurimi. Bukur. E kemi gati për në furr. Si bëjmë asë një gjë tjetër. Në furr do t'a lëmë, e kujtojmë edhe një herë. 200 gradë, 200 dhe do t'a lëmë për 25-30 minuta. Dhe duhet që me pa tjetër furra tjetë ndezur si të gjitha llojt e byreqeve. E kemi gati për t'a vendosur të furr. Ikim. Rregullim dhe temperaturën dhe mësojmë sa kohë kemi. 6 minuta kohë, shumë mirë. Kemi do me thënë t'i kthehemi... Tani do t'i kthehemi gjellës, pastaj do mbledhim këto. Ato i mbledhim kur t'jemi në rikthehemi gjellës. Këto si që shikoni, gjella bëhet në, si thua atë... Është koha e patateve? Po, është koha e patateve dhe duhet të shikoj këtu që e kemi zierja që bëhet avash. Nuk është ajo që shpërthen, që të na heqë ato lëngjet që neve kemi hedhur, bëhet avash. Kjo është që ta këtë... Mua më duhet të shplaj pak duart, Anila, po, që të marrë patatet. Pra, është kuqër mishi. Janë shtuar piperi i kuq, salca e domates koncentrat, dhe domatja e grirë, 1 filxhan. Erëzat, kemi shtuar gjethen edhe finës, mund të shtoni ginger pluhur, ose ginger të freskët, si pas dëshirës suaj. Edhe shkoha të shtojmë patatet. Po i hedhim kështu. Ndërkohë që përveç se patateve, do të shtojmë këta, se s'kemi shtuar një mix erëzash.
në mix erza, është mix e erzave që ne e përdorim kaq shumë në kuzhinën tonë, është një ndër këto. Sepse është një paketim që i ka të gjitha llojet e që na erzave mbaron brenda, më shpejt nga të që gjitha. kombinojnë në shumë gatime. Është rrallë që mos të kombinojnë në gatime. Kështu që kjo është na zgjidh duart. Mos mendojmë edhe do hedh edhe xhinxherin tani në këtë moment. Kjo është luga e pastër, po. Unë do të përdor, domethënë, të xhinxherin pluhur. Ju mund të përdorni edhe xhinxherin e freskët që kemi aty. Do ta rregulloj me pak piper. Okej. Edhe pse kemi shtuar aty, kjo është ekstra piper që e ka të nevojshme. Pak krip. Duke patur kujdes nga kripa, sepse kemi shtuar edhe krip me erzat bashkë. Tani, përsëri do ta lëjmë në temperaturë mesatare, të fillojnë të zihen patatet, dhe në momentin që e shikojmë, domethënë që është gjatë përfundimit që do doj vetëm 20 minuta për të bërë gati gjella, do të shtojmë edhe këto lakër Brukseli, sepse ato çështë e vërteta nuk duan shumë kohë. Sa duan? Ato tek 20 minutë që shumë janë. I hedhim, i lëm për 20 minuta, e fiktim sobën, lëm temperaturë të sobës, dhe sa të qetësohet gjella, do një 10 minutë të qetësohet, dhe pastaj kemi gati për ta servirur. Shumë mirë. Kjo ishte, domethënë, gjella që neve përgatitëm sot. Do të bëhet shumë e mirë, shumë e shijshme, kombinimi me këto perimet, me karotën, me pataten, me qepën, me preshin, do t'i japin shumë shije, përveç se shijes, vlerat ushqimore dhe aq më shumë në fund fare marrim dhe kalciumin e lakrës Bruksel. Kështu që një gatim i shëndetshëm për të kaluar vaktin e drekës. Dhe një shije ndryshe. Patjetër, një shije ndryshe. Se nuk është se jemi mësuar ta kemi pjesë kaq të shpesh të gatimeve tona, ndoshta ndonjëherë nuk dim si ta sjellim, nuk dim si ta përdorim. Përdorim, kjo përdoret edhe kështu në gatime, përdoret edhe në sallatat e zier, domethënë. Ato doja të shikoja në fakt se këtu. Edhe të ziera, dhe tani për rastin e domethënë të ryezës të Krishtlindjeve apo të vitit të ri, mund t'i përdorim kështu perime të ziera. Kombinojnë shumë mirë dhe shkojnë me shumë vëshmëri. Edhe thjesht një zierje me avull është okej për ta kthyer në një kokë kanë dhe këtë formën e bukur që qëndrojnë shumë mirë në tryezë. Mirë, atëherë, edhe kjo është një zgjidhje mund ta marrim. Kemi nevojë të marrim pak kohë pushimi, po e quajmë kështu, edhe gjella na gatuhet, përmbledhim dhe kuzhinën, edhe byreku na fillon të na piqet, sistemojmë pak edhe kuzhinën tonë dhe vim tek ju pas pak gati për të vijuar me recetat që kemi nisur deri më tani. Mos u largoni, këtu jemi. Ja ku jemi në studio, rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, receta shumë të shijshme do të përfundojnë tani dhe Kati është gati për të nisur për të nxjerr tani më. Kemi sfoliatin, po, sepse kaq kohë duhet. Do ta nxjerrim nga furra, është bërë shumë i shijshëm, është që kombinim gjysma e tavës me një miksim të djathtrave dhe gjysma tjetër me djathtë të shkrir me fik. Ja, shikojni, sa i mirë që na ka dalë. dalë. Aromën e ka... Jashtëzakonisht të mirë. Shumë të mirë e ka. Po do shikojmë domethënë se si do jetë dhe ai kombinimi që u bë me fiq. Me fiq. Sepse me djathtë sigurisht është një byrek që bëhet. E kemi bërë shumë herë. Por tani me fiq se si do të jetë, do ta lëm pak të qëndrojë, të qetësohet. S'kam dyshim fare. Kombinon, djathtë kombinon. Kështu që nuk edhe unë atë mendoj. Do merremi me panxharin, me arrat apo do merrem me gjellën? Do merremi, po, më përpara këtu tek gjella, unë do të shtoj tani edhe lakrën Bruksel. Erdhi momenti. Po, erdhi momenti që ta shtoj. Edhe e hedhim edhe këto. Janë të ngrira ende, kështu që s'ka gjë. Do të tham që në fillim se lakra e Brukselit do vetëm pak minuta në gatim, ndaj do t'i shtojmë të fundit. Ashtu si që janë të ngrira me njëherë nga temperatura do hapen vetë ato. Duhet t'ju them anvisave që këto nuk ka nevojë të kalojnë në çezëm, domethënë që të heqim si thuash ngrirjen, jo, nuk ka nevojë të lahen. Kështu si që janë, i hedhim, do t'i mbulojmë përsëri me kapak dhe përsëri në temperaturë të ulët në mesatare një 20 minutë dhe do t'i kemi gati. E shikoni, nuk duam edhe shumë lëngje, duam, me thënë, me ato lëngjet e veta do dali gjella. Kjo është supë, kjo është gjellë,
tjetër supë. Supa do lëngje, gjella do pak lëngje. Është e kundërta. E shikoni, e kemi gati tani për ta mbuluar. Ja, një shumë e bëjmë. Edhe mbulem. Shkundje. Do rregullojnë vetë ato. Okej. Mirë, tani receta e tretë është ajo që do të përfundojmë. Një sallatë që e përdorim për ditë zakonshme, por edhe për një ditë festive, pse jo. Që do të thotë, kemi panxarët, unë që shikoni kam hedhur, kam filluar, i kam hedhur këtu, me qëllim të harim kohën për të bërë gati, dhe thash që këto lloj panxar na ndihmojnë edhe më shumë, po janë edhe pak si pikanti, do me kanë një shije më të mirë, kështu që është mirë t'i përdorim nga këto lloj panxarësh, por jo se mund t'i merrni, t'i zjeni, t'i qëroni, pastroni dhe t'i bëni, do me thënë, një grirje kështu si do t'i bëjmë edhe ne. Ose me makinë grirse, ose edhe në rende, nëse i keni në të zjera vetë. Po. Ha, Që s'do. Nuk do. Do. S'do bëj, do doj. Është në rregull. Panxari ka një ngjyrë kaq të bukur. Shumë të bukur e ka. Mua më pëlqen edhe ngjyra edhe shija. Po. Zyrë dhe shumë i shëndetshëm, siç kemi thënë, perimet, frutat e kuqe janë antioksidant. Sa më e theksuar të jetë ngjyra e kuqe, aq më shumë është niveli i oksidantëve që përmbajnë. Sa më të theksuar atje ngjyra e fasuleve, aq më të mira janë të zezat. Po. Edhe të gjitha llojet e perimeve. Krem djathi është mjaftueshëm. Anila, po ke mundësi të ma hapësh të vajnë e ullirit, se e kemi të ri këtë vajnë e ullirit, do të hedhim këtu edhe kopër, kam bajt edhe pak për lartë, është pak i vështira, i prandaj të vështira t'i jap t'i jam. Faleminderit që mendon për mua. T'i jap të vështirat, me thënë të drejtën. Ua. Mbaj pak ara që... Rishkasin duart. Po dhe unë i kam të lagura në fakt, po du ta kishim hapur më përpara të kishim do në djemve. Se këtim do të në kohën, Kati, nuk kemi më re... Ja, më Kati, ja, ka që ishte. Se edhe ky vaj i mirë, në fakti, ke shiko qa ngjyre. Rudha. Shiko se sa ngjyre e mirë që është. Në randi vajnë e ka fantastik. Jo vetëm vajnë, po realisht vaj u lirit është, nuk di. Edhim edhe panxarin. Si për salat, si për gatimet të tjera, i keni dhe të ndara, ka një ngjyrë, nuk di. Ka vaj për gatim, ka vaj për salat, pra si pas, do të pak që t'i shtojnë në momentin e fundit, pak shumë për t'i dhe në ngjyrë. Se bukur dole. Tani, një përzjerje. Kripë edhe piper. Pa. Ti hedhim këtu. Edhe kopër i kemi hedhur. Se mos në hape edhe ajo. Edhe kripë, mirë them. Se i bëm të dyja piper. Tani kripë hidhni vetë, do me thënë si pas dëshirës, sa e doni kripën, se jo se duhet të hedhim ka ndonjë masë. Panxar, doni të hidhni të dominoj më shumë panxari, dominoj, do me thënë t'i keni në masa të barabarta. E provoni si shije dhe e vendosni juve. Ja ku i kemi dhe recetën në ekran, salcën me panxar jemi duke bërë në këto momente. Një salcë që përgatitet thjesht, që shijon shumë, që mund t'jetë një shoqërues si çfarë do lloj vakti në fakt, pa diskutim edhe pjesë të ryezave të festave. 300 gram djathë të shkrirë ose kos i kulluar, 2 panxar, 100 gram ara, një tufë kopër, vaj ulliri, kripe dhe piper, të gjithë të përbërës i bëjmë së bashku, sigurisht panxarin duke e grirë paraprakisht dhe me njëherë përftojmë një salcë që mund të ruajmë ashtu edhe në frigoriferin e shtëpisë, sepse besoj reziston, apo jo, Kati, për disa ditë e keni gati. Nuk diskutohet, por ndërkohë që sa më shumë të ri, nuk themi muaj, po javës të paktën, aq më i shishëm bëhet, aq më shishme bëhet salca, sepse që është e vërteta, shkëmbejnë shije, lidhen me njëra tjetrën, edhe bëjnë shumë të mira. Do të hedhim, le ta hedhim te kjo pjatanca këtu faktikisht. Sa e bukur duket? Ngjyrë? Ka marrë ngjyrën rozë, nëse dua, po pse se afrova xhanën, po i bëj këto gjërat larg e larg. Në distancë, pas ti do t'i vështirësosh një çik punën ti.
Do ta presim edhe byrekun? Do ta presim tani edhe byrekun, do hedhim dhe gjellën dhe besoj se do ta kemi kohën. Po, mendoj se po. Shumë mirë. Pak nga këto. Pak ngjyrë. Faktikisht to duan me dorë që ti hedhësh. Që ti spërkasësh si çdo. Po s'ka gjë jashtë ashtu se copëza të vogla për zbukurim. Edhe ndonjë fet panxhar mund të shtoni nëse nuk jo. Edhe fet panxhari po. Edhe copëza panxhari do të ishte edhe gjë e mirë. Dhe madje Anila, shiko me që the. Kemi, dhe ta heqim dhe ta bëjmë një si kështu se qëndroj dhe kaq mirë ajo. Pak e spanxhar. Dhe salcën e kemi pothuajse gati. Shumë bukur të lumshin duart gati. Sigurisht. Edhe jeshilja. Për të thyer edhe ngjyrën, edhe arrat. Arrat e tjera. Shumë mirë. Qenë. Edhe do dhe pak vaj ulliri sipër në momentin e fundit. Mund t'ja hedhësh Anila? Spërkate pak me vaj ulliri. Dhe kemi gati. Shikoni sa e bukur duket në pamje. Sigurisht edhe në kombinimin e përbërësve do të jetë edhe shija po kaq e këndshme. Atëherë e presi, ndërkohë që gati pret byrekun, e shohim pak recetën, e rikthejmë edhe njerë në ekran. Me çfarë është përgatitur ky byrek me pec foliat dhe pas pak do ta kemi edhe në pjatë për ta parë se si duket e do ta shijojmë së bashku. Byrek me pec foliat, djathë dhe fiq të thatë, përbërësit një pako pec foliat, 150 gram djathë të shkrirë, 250 gram djathë kaçkavall, 15 fiq të thatë dhe 50 gram gjalp. Kjo është receta e plot, pra petët janë të gatshme, super cilësore të shishme, i gjeni tek Neranci me këtë paketimin kështu. E dalloni, është në ngjyrë blu, ju shkon dora me një herë. Pastaj kemi bërë gjysmën e byrekus, siç tham, me miksim të djathrave, po djathë që shkrin, krem djathi, djathë për pizza, çfarë ju mund të keni. Kremi i djathit nuk duhet mungoj në fakt, se jep gjithë lezetin kësaj pjante. Dhe gjysma tjetër ka kremin e djathit edhe fiq të thatë të prera në kubik të vegjël. Dhe kështu, shumë shpejt, kemi gati. Tani nuk e din cila është Anila me fiq brenda. Me fiq, kjo është. A thua? E them. Kështu shpjekur goxha mirë. Është gjysma këtej, domethënë. Ja, edhe nga pjesa e poshtme. Është bërë me Shumë i mirë. Shumë i mirë. Tani do t'i vëmë të dyja këtu neve? Po bëri gjysmën me fik, gjysmën pa fik. 3 copa janë thjesht me djathë. Ja, këto e shikon që... Ja, po ta shofësh këtu ka ca sopës za fiku, kështu që kjo është gjysma e... Parim të vogla. Këtë të dash, si të vim barë. Si të tani kjo është me fik? Këto të treja janë me fik. Kjo është me fik. Po, me fik, ja, ku është fiku këtu. Tani, me fik. Si pas dëshirës, anvisat, të provojmë këtë me fik? Atë provova donë. Shumë e mirë është. Lidhet fiku, shkon shumë me djathin, kështu që bëheni. Nuk e dim tani se si e vendosëm neve tani këtu, mundet se këtë me fik donim ta bënim me sheqer pudër, faktikisht, i shkon. I shkon. Po do na kaloj sheqeri dhe nga krau tjetër. Shikon, ndaj duaj. Mirë kishe ti. Ja, pak shumë. Edhe po kaloj andej nuk është në një... Me djathë dhe me sheqer, prapajt.
Okej. Të kripur të ëmbël. Ma dje edhe kanela i shkon. Edhe kanela i shkon. Kësaj që është me sheqer. Ja, ku Me po fik, edhe me pjata e kanel. dytë. Tani, jemi gati me ndonë të shërbejme dhe gjellën? Do të shërbejme dhe atë. Shumë mirë. Kryojmë pak hapësirë dhe lëmë edhe vendin e duhur për të vendosur pjatën e gjellës. Racionet e byrekut mund t'i presim edhe në formë tjetër, faktikisht. Të duken qikë si më këndshëm, në 3 këndshë, ose... Ajo pastaj është, çështja e servirjes është shumë personale, si t'jeni me durimin, me kohën. Nëse e donë ta bëni për një tryezë festive, kujdesuni pak më shumë edhe për formën që do t'i jepni. Ne qëndruam te klasikja e byrekut me copa katrore. Edhe pse nuk është përfunduar, me thënë të drejtën, Po. se koha si ishte tamam normale. E do t'a servirim, sigurisht që anvisat në shtëpi do t'a lënë edhe më tepër. Patatja ka bërë, do me thënë, ka bërë lidhjen e lëngut. Mendoj se mirë është. Salca është bërë shumë e lidhur. Nuk po hedh asnjë gjë më. E kemi gati. E ja, kështu, kemi plotësuar një vakt që mund të nisë me salcën, mund të shoqërohet me një fet byrek dhe me një gjellë super të shëndetshme me mish, lakra brukseli dhe patate. Nuk është se janë të gjitha për turizën e vitit të ri, duhet të konsumojmë, do të bëjmë ndonjë gjë edhe për ditët. Po do ham ne edhe gjë. Viti ri, po ndërkohë gjella na duhet çdo ditë në shtëpi. Një gjellë e tillë për këto ditë, domethënë të ftohta, kemi nevojë t'i konsumojmë sepse vërtet janë shumë të shëndetshme. Edhe lakra dhe mishi dhe patatja, gjitha këto kombinimi, domethënë bëhet shumë i mirë. Rëndësi ka që të bëhet gjella avash, edhe atëre bëhet. Nuk duhet të hedhim shumë ujë dhe të vëmë temperaturë të lartë. Temperatura e ullët edhe me pak lëngje nxjerrim domethënë cilësinë e gjellës. Anila? Urta. Çfarë do bëjon tani? Atë që na kërkojnë zonjat her pas here. Recetat në ekran. Se la kritikojnë Kati. Po. Edhe një recetën, Stella ta shpak recetën, kështu që edhe një herë të gjitha me radhë. Çfarë gatuam sot? Mish viçi me lakër brukseli, përbërësit janë këto, 500 gram mish, një qep mesatare, një presh, një filxhan çaj domate pure, preshi pjesa e bardhë, një luk kafe piper të kuq, një patate, një karot nëse do të dëshironi t'ja shtoni, 400 gram lakër brukseli, një fet ginger ose ginger pluhur, një gjethe dafine, vaj, krip edhe piper. Byrek me 5 sfoljat, djath dhe fiq të thatë. Një pako 5 sfoljat, 150 gram djath të shkrir, 250 gram djath kaçkavall, 15 fiq të thatë, 50 gram gjalp. Dhe e fundit, salcë panxari me këto përbërës, 300 gram djath të shkrir ose kosi kulluar, 2 panxar, 100 gram ara, një tuf kopër, vaj ulliri, krip edhe piper. Të gjitha përbërës që unë përmenda, ju i gjeni duke vizituar të gjitha pikat e dyqaneve në Ranzi, si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë. Recetat që doni ti shikoni e ti rishikoni, i gjeni pak minuta më vonë duke klikuar në 2 kanalet tona zyrtare në YouTube, në News 24, ose në Villa 24. Gjithashtu duke vizituar edhe faqen më të madhe, informative dhe jo vetëm në vend, Balkan Web. Unë dhe Kati jemi kudo. Aty, në rrjetet sociale na gjeni. Nëse na doni kështu live me gjitha gafat tona të përditshme, pastaj nga ora 9 deri në 10 jemi drejt për drejt. Po, shiko tani, neve emision kuzhinë e bëjmë. Nuk bëjmë ndonjë. Ndonjëherë na hapet vaj, ndonjëherë na digjet shepa, se s'kemi çfarë bëjmë. Ikim tani. Ikim, duke uruar një ditë bukur në vazhdim.
Kalofshi sa më mirë, mos hezitoni përgatisni edhe këto t'i vendosni në tryezat tuaja familjare, se vërtet do të ngeleni shumë të kënaqura. Nga unë Katerina, mirupafshim dhe miru takofshim nesër këtu në të njëjtën orë bashkë me Anilën. Të lumshin duar. Tani kemi publicitet, Villa vazhdon, mos u largoni.